Kur u martova me Arbenin, mendova se po futoja në një familje të ngrohtë. Vjera ishte e ëmbël, e buzëqeshur, gjithmonë me një fishan kafe dhe një biskot në dorë. Vjeri ishte i qetë, i respektueshëm, një burr i heshtur që punonte në zyrë dhe kthehej në shtëpi në të njëjtën orë çdo ditë. Por martesa nuk ishte siç e kisha imagjinuar. Natën e parë të dasmës, Arbeni ishte i butë, i dashur, por diçka nuk shkonte. Unë isha e trembur, e ngurtë, dhe ai u tërhoqi zhgënjyer. Nuk tha asgjë, por e pash në sy. Ai priste një grua që dinte, që ishte e lirë, që nuk kishte nevojë të mësojej, dhe unë nuk isha ajo. Mendova se koha do të rregulonte gjithçka, por java e parë kaloi, e dyta, e treta, dhe unë vazhdoja të isha e njëjta, e ngurtë, e friksuar, e pa aftë për t'u çliruar. Arbeni filloi të nervozohej. Nuk më përqafonte më me butësi, më përqafonte me nxitim, si dikush që dëshiron të përfundoj një punë të bezdishme. Dhe pastaj, një të diel pasdite, teksa isha duke la renët, Vjera hyri në kuzhinë dhe më tha me zë të ulët: "E di birë që ti nuk po ja del dot." Ngrira. Lapsi jende më ra nga dora. "Çfarë?" pyeta duke u përpjekur të buzëqesha. "E di që Arbeni është i pakënaqur," vazhdoi ajo, duke më marrë renën nga duart dhe duke filluar ta fshi me peshqir. Ai më tha: "Jo me fjalë të qarta, por nën e di. Unë e kam rritur, e njoh." Nuk dija ç'të thoja. Turpi më përvloi faqet. "Nuk është se nuk dua," pëshpërita. "Thjesht nuk di si." Vjera pëshërtiu. Një pëshërtim e rënd, si e një mësuesi që përbalet me një nxënës të ngadalt. "Prandaj jam këtu, birë, për të mësuar." Nuk e besova. Mendova se po bënte shaka, por ajo vazhdoi. "Arbeni është djali im. Unë e kam parë të rritet, e kam ndihmuar në çdo hap, dhe kjo pjesë e jetës së tij, unë e di çfarë i pëlqen, çfarë i duhet, sepse unë e kam mësuar." Fjalet më ranë si shkopin në shpinë. Çfarë do të thoshte e kam mësuar? Si mund të fliste për djalin e saj në atë mënyrë? Por ajo nuk priti përgjigje. Mori një karige, u ul përballë meje dhe filloi të fliste. Me zë të ulët, të qetë, si një mjeke që shpjegon një diagnozë. "Ti e ngurtë, birë. Je si një dru që nuk përkulet. Buri nuk do një dru. Buri do një grua që di të lëviz, që di të përgjigjet, që di ta bëj të haroj veten. Dhe ti, nga ato që më ka thënë ai, nuk di asgjë." Lotët më ngritën në sy, por i gëlltita. Nuk doja të qaja para saj, nuk doja t'i jepja atë kënaqësi. "Unë dua të mësoj," thash duke e ndjer veten të përullur, "por më duhet kohë dhe butësi." Vjera tundi kokën. "Butësia nuk të bën mirë. Ti ke nevojë për udhëzime, për dikë që të tregoj saktësisht çfarë të bësh, dhe unë jam këtu për këtë." Atë natë, në shtrat, Arbeni u kthye nga unë. Ishte i ngrohtë, i afërt, por unë ndjeja një tmerr të ftohtë që më përshkonte shtyllën. Nuk mund të qetësohesha, nuk mund të relaksohesha, sepse në kokën time nuk ishte ai që më prekte. Ishte zëri i Vjerës që më pëshpëriste komandat. "Mbaje më fort," më kishte thënë ajo. "Mos ki frikë. Burit i pëlqen kur e ndjen se ti e do me gjithë trup." Dhe unë u përpoqa. E mbaja më fort, por trupi im ishte si një gur. Arbeni u ndal. "Çfarë ke?" më pyeti i irrituar. "Asgjë," thash. Thjesht çfarë?" Nuk mund t'i tregoja. Nuk mund t'i thoja se e ëma ishte ulur në kuzhinë dhe më kishte dhënë mësim se si të kënaqja djalin e saj. Do të ishte turpi më i madh. "Thjesht më duhet pak kohë," pëshprita. Ai u tërhoq dhe u kthye nga ana tjetër. Unë çava në heshtje, duke kafshuar jashtëkun. Ditët vazhduan. Vjera vazhdonte të më mësonte. Sa herë që Arbeni dilte në punë, ajo vinte në shtëpinë time, jo si vizitë, si mësuese. "Sot do të mësosh si të lëvizësh," më thoshte ajo, duke më çuar në dhomën e gjumit. "Unë do të ulem këtu dhe do të drejtoj.
Ti do të bësh saktësisht atë që të them. Isha empir, nuk mund të refuzoja, sepse ajo kishte të drejtën e saj. Arbeni ishte i paknaqur, dhe nëse unë nuk mësoja, ai do të largohej. Kush do të më donte mua, një grua që nuk dinte asgjë? Pra, ju nështrova. Më tregoj si të ulem, si të përkëdhel, si të lëviz. Më korrigjonte sikur të isha një kuku. Më thoshte më but, më fort, më ngadal, më shpejt. Dhe unë bëja, duke ndjerë çdo herë një pjesë të vetes që vdiste. Ishte e çuditshme, e neveritshme, e pabesueshme, por ajo fliste me një qetësi të tillë, sikur të ishte gjëja më normale në botë, sikur të gjitha nuset të mësoheshin nga vjerat. Ashtu, bir, më thoshte duke tundur kokën me miratim. Tani po kupton. Pas 2 javësh, mësimesh, unë nuk isha më e njëjta. Kisha mësuar të bëja gjithçka që ajo më kishte treguar. Arbeni ishte më i qetë, më përqafonte pa u ankuar. Madje një natë, pas një afrimi, më tha: "Tani po bëhet më mirë, çfarë ndryshoi?" U përpoqa të buzëqesh. "Asgjë, thjesht u mësova." Ai nuk e dinte, nuk mund ta dinte, dhe unë nuk isha guxim t'i tregoja, sepse kush do të besonte një histori kaq të çmendur, një vjehër që i mëson nuses si të jetë në shtrat. Do të mëksuanin të çmendur, do të mëksuanin xheloz, të smur, gënjeshtare. Por ajo që ndodhi më pas ishte më e keqe. Një të shtunë, gjatë një darke familjare, vjera ngriti gotën dhe tha: "Për nusen time, që më në fund kam mësuar të jetë grua." I gjithë tavolina ngriu. Arbeni e shikoi të ëmën me habi. "Çfarë do të thuash, nën?" Vjera buzëqeshi, duke më parë mua me një shkëlqim në sy. "Asgjë, bir. Thjesht po them se kam një nuse të mirë, më në fund." Ai nuk kuptoi, por unë kuptova. Ajo po më tregonte se kontrolli i saj nuk do të mbaronte kur. Ajo kishte krijuar një lidhje mes nesh, një sekret të errët që më lidhte me të për gjithë jetën. Dhe unë isha robi i tij. Atë natë nuk fjetëm. Unë dhe Arbeni patëm një grindje të tmerrshme, jo për të ëmën, për diçka tjetër, një fjalë që ai tha pa dashje. Nuk e di pse e ka që tensionuar kohët e fundit. Para se të martoheshe, ishe më e qetë. Dhe unë shpërtheva. "Sepse nëna jote më ka mësuar gjithçka," bërtita. "Çdo gjë që bëj në atë shtrat, ajo ma ka treguar. Ullur në karige duke më drejtuar si një kukull." Arbeni u ngrit. Fytyra e tij u zbe. "Çfarë po thua?" I tregova gjithçka, çdo detaj, çdo fjalë që vjera më kishte thënë, çdo lëvizje që më kishte treguar, çdo herë që isha ulur në atë dhomë duke u përpjekur të kënaqja djalinë e saj përmes udhëzimeve të saj. Ai nuk foli për një kohë të gjatë. Pastaj u ngrit, vuri xhaketën dhe doli. "Ku po shkon?" bërtita. "Të pyes nënën time," tha duke mbyllur derën. U kthye pas 2 orësh, ishte i zbeth, i shkatëruar. Ajo nuk e mohoi, tha duke ulur pranë meje. Thjesht tha: "Po, e mësova, sepse ti ishe i paknaqur dhe ajo nuk dinte. Unë bëra atë që duhej për djalin tim." Qava në krahët e tij, qava për orë të tëra, jo vetëm për poshtërimin, por për faktin se ai nuk e dinte, se ai nuk e kishte parë kur, se ai ishte i verbër përpara kontrollit të nënës së tij. "Unë nuk e dija," përsëriste ai, "nuk e dija kur." "Por tani e di," thash, "dhe pyetja është, çfarë do të bësh me këtë?" Ai zgjodhi mua. Të nesërmen, vjera erdhi në shtëpi me të njëjtën buzëqeshje, por Arbeni e priti në derë dhe i tha: "Nën, nuk do të vish më këtu pa më thirrur, dhe nuk do të flasësh më me të në mungesën time. Kjo është shtëpia ime, dhe ajo është gruaja ime, jo kukulla jote." Vjera u përpoq të qeshte. "Po ti, bir, kush të rriti? Kush të mësoi gjithçka?"
Ti më rrite, tha ai, por këtë pjesë të jetës time nuk e mëson dot, sepse nuk është e jotja. Ajo u largua e ofenduar, dhe unë, për herë të parë, ndjeva se kisha një burr, jo një djalë të nënës, një burr. U deshën muaj të tërë për të shëruar plagën, muaj pa vjerën, pa udhëzime, pa zëra të tjerë në dhomën time. Arbeni mësoi të më priste, të më dëgjonte, të më donte jo për atë që bëja, por për atë që isha. Dhe unë, ngadalë, fillova të zbuloj çfarë do të thoshte të isha unë, jo kopja e dikujt tjetër. Mësova se intimiteti nuk ishte një performancë, nuk ishte një provim që duhet të kaloje. Ishte një bisedë e qetë midis dy trupave që vendosnin të bashkoheshin, jo të pushtonin njëri tjetrin. Sot, kur mendoj për atë periudhë, ndjej një të dridhur, jo nga dhimbja e mbetur, por nga kujtimi i asaj gruaje që u ul në kuzhinën time dhe më mësoi si të isha e tij, pa më pyetur kur nëse doja të isha e imja. Por e vërteta, më e thjeshta dhe më e liruar është kjo. Martesa ime nuk filloi atë natë dasme. Filloi atë natë kur unë ndalova së dëgjuari zërin e saj, dhe fillova të dëgjoja timin, dhe që nga ajo natë asnjë grua tjetër, as nëna e tij, nuk ka hyrë më në dhomën time, sepse dera më në fund ishte e imja.